أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صدق الله العظيم. Falëndrimet dhe lavdrimet tona I takojnë vetëm Allahu Gjeleshanuhu, I cili na krijoi në formën më të bukur, na udhëzoi në fenë e vërtet dhe të vetme të pranuar, na e shpalli Kur'anin udhërofyes dhe na e dërgoi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam mësues. Salavatet tona të përzemërta qofshin mbi vulën e pejgamberisë të dërguarit fundit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam dhe mbi familjen e tij të ndershme. Amin. Xhamati nderuar, ne sot inshallah taala do të ndalemi në disa mësime nga jeta e Merjemës alayha salam, nana e Isaut alayhi salam, dhe të shohim se pse e vetmja grua që përmendet në Kur'an me emër është Merjemi. Asnjë emër tjetër në Kur'an nuk gjendet emër grue përpos emrit të Merjemës. Dhe pse Allahu Gjeleshanuhu për këtë tha se është e dalluar mbi gjitha gratë e dunjas. Pejgamberi alayhis salam tregoi se ajo do të jese prej zonjave të xhenetit. A mundet kjo rastësisht të ketë ndodhur? Jo. Allahu Gjeleshanuhu do të ngrenë në nivele të nalta vetëm dikandin I cili përkushtohet me gjithë zemrën dhe qenjen e tij Allahu Gjeleshanu. Allahu nuk e ngren askandin I cili jeton në udhën e shejtanit e Allahu të ngrenë në nalt atë person. Po vetëm ata të cilët ju kanë përkushtuar Allahu Gjeleshanu dhe jetojnë për kënaqësinë e Zotit, ata Zoti I ngren lart dhe bën që emri I tyre të përmendet në tokë dhe në qiell. Edhe pse ajo ka vdek para 2000 e kusur vjetëve, sot e kësaj dite ne ja lexojmë emrin e saj në Kur'an. Sot e kësaj dite që marrim mësime prej jetës së saj. Dhe shembulltyr sot për vajzën muslimane duhet të jetë Merjemja alayha salam. Muslimania e re duhet të marrë shembull të mirë. Dhe shembull më të mirë, vajza muslimane nuk ka mundësi të gjehet dikun tjetër përpose te jeta e grave të ndershme që jetuan në kohët e pejgamberëve dhe në kohën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. E Allahu Gjeleshanuhu shembulltyrën e mirë e ka përmend që ne të marrim mësim prej tyre. Vajzat e sodit, po jo vetëm vajzat, edhe djemtë edhe në përgjithësi, sot e kemi një mangësi që nuk kemi ku të marrëm shembulltyr të mirë. Sot nuk ka shumë njerëzit të cilët mundesh t'i marrësh për shembull. Thuaj shife be filan haxhia, sa I devotshëm, sa besimtar I mirë, sa I sinqert, sa I drejt, të mundohem t'i imitoj edhe unë sjelljet e këtij. Ta shohe një vajzë e re sot një grua muslimane dhe thote shife kjo grua sa e sinqert, sa e drejt, sa e mirë, të mundohem edhe unë të bëhem si kjo. Shumë pak sot ka shembulltyra të mira. Njerëzit që bëjnë të mira sot I ndihen rrallë. Njerëzit që janë përkushtuar në rrugën e Zotit janë shumë pak dhe I ndihen me emra dhe mundesh t'i llogaritish me gishta. Sot fatkeqësia çka është? Fatkeqësia është se sot shembulltyr trit I marrin devijumit. Sot shembulltyr djali I ri e ka një artist, e ka një këngëtar, e ka një youtuber, e ka një devijum
që s'ka të boje kur gja me rrugën e mirë. Njerëzit më të prish që mundet të ekzistojnë, biografit më të fliqta që mundet të kese një njeri që ato sot ju servohen trive si shembull. Në fakt, ata si janë shembull për t'i marrë as fëmia i vetë e jo rinia e këtë botës. Ama sot, fatkeqësisht që ata kategorit njerëzve po na i shesin si yjet e estradës. Çfarë yll? Ylli që s'bën dritë, çase janë ata? Yll që shpije në errësir, yll që shtije në grop, çase ylli mos ndjek asnjëherë. Vajza e muslimanit sot, çfarë shembull tyre i servohet nëpërmes internetit? Çfarë shembull tyre i servohet përmes mediave dhe rrjeteve sociale? I servohen gra të pandershme, vajza të pandershme, u servohen njerëzit të cilët vrapojnë pas plastikës, ta boje ftyrën plastik, t'i boje buzët u kubet, t'bohet hakaret në veshje, që kjo sot i servohet vajzës së re muslimane. Dhe vajzët tona të shkreta kanë ta marrin shembull. Gjithë ditë e ka të mbushët telefonin me çato figura. Dhe sot e she një qasej vajze, ose një qasej grue në internet, nesër do t'a shohe prap një qasej, mbas nesër prap do t'a shohe, e mbas një kohë, një javë, një muj, një vjet, dë filloje të ndikohet. Te i këshyrë për ditë që ato u kubetët, dëni se ka dal të mendoje se që ajo ka na dishka e mirë. Ajo dë mendoje se buzët e veta s'ka na të mirë, duhet shkojsh ti frysh, me botox ti bëjsh që si buk fure pa pjek. Edhe pastaj që ajo të mendohet se qenë ka një kriter i bukurisë. Sot ju ka hub do thot edhe kriteri i bukurisë. Pse se kriterin e bukurisë sot ta bëjnë këngëtarkat e devjume, artistat e devjume, gratë më të prishta që ekzistojnë në rruzullin toksor, që ato interneti t'i qetë përpara. Nuk ta qetë interneti përpara biografinë e Merjemës a.s. Nuk ta qetë interneti biografinë e Hazreti Aishës radiallahu anha gruas pejgamberit a.s. Nuk ta qetë interneti biografinë e Fatimës radiallahu anha vajzës pejgamberit a.s. Dhe t'i qej sekretat të drogirashët, dhe t'i qej ato të prishtit e dynjas, alkoholiqarët, rrugaqët, njerëzit të cilët shkojnë klubeve të natës, që ato sot servohen si kriter i përparimit. Dhe i rivi shkrejt sot mendon se për të kanë i përparu, vajza sot mendon se për të kanë e përparume, e modernizume, duhet sillesh sikur që ato që ka ishen në internet. Dhe nëse si e halakat si që ato të internetit, ti nuk je modern, ti nuk je në rjedha me trendin. E të shku me trendin xhamat, në fakt neve se kemi marrë një trend rrugës xhenemit. Ne mendojmë se kemi marrë rrugën e modernizimit, rrugën e trendit, ama në fakt e kemi marrë rrugën e xhenemit. Prandaj të rejave sot duhet ju servohet në bazë të literaturës islame shembulltyra e grave të mira. Që e reja muslimane ta lexojë biografinë e Merjemës a.s. Ta shohe se si është e qese një grye ndershme. Që ajo është grye ndershme, që ajo është shembulltyr që duhet imitohet. Jo ato të internetit, ato gratë të cilët s'kanë kur një fije turpin ftyrën e tyne. Nuk u skuqet ftyra prej të kshijave që ka i bëjnë. Që ato sot ju servohen rini si shembull. Fatkeqësisht, po ashtu, Allahu Gjeleshanu pse ne përmendi nderin që e rujtë Merjemi a.s. Në Kur'an Allahu Gjeleshanu ne e përshkruan Merjemën se ishte e kujdesshme në nderin e saj. Për gruan xhamat, gjithçka që është e rëndësishme është nderi. Nëse ajo e humb nderin e saj, a dhe riktheje me falje namazja, a dhe riktheje me dhikr, sa doje nevoje dhikr e namaz, nëse ajo s'ka nder, nëse ajo e ka humb turpin dhe bën punë të pandershme, tek ajo është shumë problematike të rikthehet çështja e nderit. Dhe jo të bëhet e pasjellshme, jo të bëhet e paturpshme, të hupet mbarja të rinia, qofte djem, qofte vajzën, mos kese mbare,
mos i skuqet ftyra kur e bën një punë të keqe. Sot nuk i skuqet ftyra pse e bën një punë të keqe. Del vajza 18 vjeçare me frajerin e vet, thuhet i se burrin e ka për krahi. Po ti i martum ije, 15 vjet martes, 20 vjet martes, 3-4 fëmijë i kije, del nuth të vjen mbare të hecish nga të bile i thotë gru, hec pak një gjimsmetre ma mba se mbare për njerëzve. No? Me grue që ka i kje me një qa, ajo pa një qa, pa kur gjan, hecën thua ty, se stash ka bo ajo me atë. Ku i e të shku ti kështu? Qka i e të hez ti kështu? A i e bore gruja? Qka i e? Po jo, frajer. A frajer. E që to frajera gjemat, sot ne kam pru që këtë deregje. Këtë devimin e sotit. Nuk ka frajer, frajeric. Duhet me u silë si musliman. Duhet të të skuqet ftyra për mbarës dhe njëherë. Duhet të mendojsh mbarën. E gjematin dashëm sot që kjo nuk mendohet mbare me pas. Dhe shkojnë shkollë, vajza, thuhet i se vlla e ka të i hip në qafë të i hip. Ku silë është i ashtë? Qka jetë e botë? Qka jetë i madhë? Apo gjallë klase, kom punë të madhe, qka se kje gjallë klase? Ose djalli shka ju ka rrasë në turin atine, që i klase, po qka? Qka do thote se e kje? As gjanë se kje. Po kujdes, ruje pak vetin. A ma i ri, qo se i ri, po në i rivi shkon gjenem. Pse ti mendo se i rivi nuk shkon gjenem? I rivja nuk vdesa. Qka me në ti se që kështu të shkuje, sa her të shkuje si do tia? Në punë, të shkujsh në punë, bura e kra bashk, as njani nuk qullon pak të arruje në deri, as njani nuk qullon pak të kese mbare. Kolegë, punë të madhe, qka kolegë? Me e kje vla, me e kje bab. Jo, e po qka je afru, qa që jetë e hingoja ti? Duhet me pas kujdes gjemat, mbarja që kjo është, të kjesh kujdes. Ta arrujsh vetë vetën, qoftë buri, qoftë gruja, duhet ta arruje vetën. Po ajo e lip, pse e lip, ti pa qetër ti afrosha. Ti mos afro, ti ruje vetën. Pse të thirë shejtanja, mora ti përgjigjesha. Nësa i thirë për në gjenema, mora të shkojsh mbas atia. Sot kjo është e problematikja. I riu e reja sot ishe nuk qohët e i të fale namaznate për shemë. Nuk e shet qohët natën të ledzoje kuran dhe t'i redhe syni lot. Jo, sot e shet riun të rejen, u ka mërzit kaon, pse kaon e kalon frajerin. E ka zon frajerin me qeter, frajeri e ka zon frajericen me qeter. Edhe u ka mërzit buri i dynjas, kaon. E që kjo gjemat sot i mërzitën një numër të rive. Fatkeqësisht, nuk i del loti për Allah, nuk i del loti pse lexon kuran, nuk i del loti të fal namaznate. Pse pas ka trahtu frajerica, e po trahton se e ke gjet nuth, nuk e ke gjet domaqing, nuk e ke gjet të shpia, se ke gjet halisa di ku duhet. Disa mendojnë sot gjemat se të gjenë kafe në diskotek e të boje domaqing të shpia që arruje babën e nanë. E valaj problemet të truje babën e nanë. Hajo babës vetja ka fut shken me ty, po të boj ka asajki. Dhe thot një person që nuk ka mbare, ma lartë prej ati. Zduhet një person jetë i cili s'ka tup, një person që s'do fe, hik prej ati, sa ma lartë. Ati vetëm shërë do të shofsh. Dhe thot i riu sot nuk ka shembulltyr që të mund të thote valla që kështu është mirë me kanë. Ku dhe mësoj shembulltyrën kur e vetë mja gjanë dorën e të rivit sot që është e telefoni, nuk është Kurani, nuk është sira e pejgamberit a.s. Nuk është hadithet e pejgamberit a.s. Nuk është historie e pejgamberëve të lexohet, shifet se çfarë pas kanë bëu ato njerëzit mëdhenj. TikToki, Instagrami, Snapchati, kjo, ajo, e valla që ati pak kje njerëzit mirë. Dhe pak ka njerëzit mirë që mund t'i marrësh për shembull ati. Jo se s'ka hiq, ama shumë problematike se ato postimet e mira i mundin ato të këqijet. E është një postim i mirë e 99 të këqija. Një për me laqe 99 për shejtanat për të të banë. E që ati është shumë ranë të mësojsh të mirën që. Ati është shumë problem që ti të gjejsh vetë vetën. Se duke u mundu të gjejsh vetën të të mirët, ka dal hinë të të këqit. Po ashtu gjematin dërshë. Në kohët e kalumen, si në mos kohët pejgamberit a.s. Gratë në kohën e pejgamberit a.s. nuk kishin mundësi ta imagjinojnë paturpsin.
nuk kishin mundësi ta imagjinojnë si mundet jese një gruje tradhtare e burit vetë. Si mundet një gruje e zoja të bjerën zina. S'mundin ta imagjinojnë. Pejgamberi alayhis salam kur erdhi në Medinë, pasi u çliru do thot Mekja, dhe shkoi pejgamberi alayhis salam e çliru në Mekën, dhe i thiri banorët e Mekës të vinë edhe t'ja japin besën pejgamberit alayhis salam për nënshtrim ndaj urdhave të Zotit. Dhe vishin burrët, ja jepshin dorën, edhe i jepshin besën pejgamberit alayhis salam se do të jenë besimtar të mirë, se do të nënshtrohen rrugës Zotit dhe do të bëjnë punë të mira. Te gratë, edhe ato shkojshin e jepshin besën, por gratë do thot nuk e jepshin dorën, po vetëm gojarisht e shprehshin besën ndaj pejgamberit alayhis salam. Po te gratë, pejgamberi alayhis salam u kërkojte që mos i bëjnë shirk Allahut, mos i bëjnë do thot ti mbytin fëmijë siç i mbytin kohën e paganizmit, dhe ishin disa kritere që dufte t'i bëjnë, t'i pranojnë gratë, dhe një prej atyre çka u tha pejgamberi alayhis salam, u tha të më jepni besën se nuk do të tradhtojni nikahin tuaj, nuk do të tradhtojni bashortët tuaj. Një prej grave që ishte aty ishte edhe Hindi. E keni parasysh Hindi në luftën e Uhudit, gruaja e Abu Sufjanit që e mbyti Hamzën, minxhen e pejgamberit alayhis salam. Dhe Hindi kur e ndif këtë fjalë i erdhi mbarë. Tha ja Rasulullah, tha, a mund të tha gruaja e lirë, se në atë kohë kishte edhe gratë lira, gratë normale që ishin gratë e sahabëve, edhe kishte robnesha. Dhe zakonisht ata që ishin pasanikët e Mekës, do thot i mbajshin ato robneshët, i shitshin për prostitucion. Do thot i mbajshin për përfitime materiale. Dhe gratë dishin se ato që janë robnesha, te ata mund të jesë zinaja. Ama te gruaja e ndershme, e që është e lirë, s'mundshin ta imagjinojnë. Dhe ajo u habit Hindi, tha, ja Rasulullah, a mund të tha gruaja e lirë, tha tradhtoja. Pse ato në atë kohë s'mund të ta kuptoje se do vjen një gjenerat, sot gruaja e cila është e lirë dhe është nikah dhe është e ndershme, thojza mund boje tradhti. A tha pejgamberi alayhis salam, ditën e gjykimit, ato gratë të cilët i tradhtojnë burrat e vet, po edhe ato burrat të cilët tradhtojnë gratë e veta, për tradhtarët thot në ditën e gjykimit, thot do t'ju jepet thot një flamur, të cilin do ta mbajnë, dhe në atë flamur do të shkruaje këta janë tradhtarët që e kanë tradhtu Zotin. Ai që e ka tradhtu gruan ose gruaja që e tradhton burrin, do ta kenë flamur që ketë mileti aty t'i shohën ditë gjykimit. Ketë bota t'i shohën se ç'ki pas ka kanë tradhtar. Edhe a mendon dikush se me këtë flamur në dorë, me flamurin e tradhtarit të hien xheneta? A mendon dikush se me çket flamur të shkojsh të hish në xheneta? Po kush do të lanë në xhenet hish me këtë flamur? Derisa në atë flamur t'u ka dhënë dëshmi e qartë që e lexojnë këtë populli aty se ti je një tradhtar. E xhamat tradhtari në xhenet e ka problem me hi. Po ashtu te pejgamberi alayhis salam, xhamat shkoi një grua që e kemi përmend këtë hadith vitin e kaluar. Dhe kjo ishte smundje epilepsisë. Dhe i tha ja Rasulullah, a bon tha ta lutish Allahun xheleshanuhu që të më shëroje, se unë tha jo me smundje epilepsisë. Pejgamberi alayhis salam tha nëse don, unë tha e luti Allahun xheleshanuhu dhe shndoshesh. A nëse do, bon sabër, do ta kesh xhenetin. Shife, si të bësh sabër në smundjen tënde do ta kesh xhenetin. Tha ja Rasulullah, unë tha do bëj sabër. Ama tha lutë bërëm Allahun që une kur të smuhëm më zvdeshëm. Se unë tha kur më kapën ajo epilepsia, kur më kapë smundja, nuk jam vetdije, nuk e di shka bëj, e ndoshta bon vaki mund edhe teshët t'i hek, bërëm lutë Allahun që mësë më vdishët trupi se s'du tha të më shohet dikush. Shife gjema, në qfar smundje, gjendje epilepsie, e kish gajle mësi bere shamia, e kish gajle mësi duke trupi. Sot gruja me men krije, vajza me men krije, e shpalon trupin, i shpalon krahët, i shpalon kamët, i shpalon kokën. Gati kur gjanë si kam betem lume. Edhe i thot vetit unë jam muslimani, lexoj Kur'anin une, po. A që kështu të donë Allahua? A që kështu ti e respekton fena? Dhe shku në gjemat një herë, dhe përfundojmë me këtë të një grue,
që ta informojnë se i ka vdek djali. Kishin qenë luftë në xhihad dhe kur u kthyen zakonisht aty të cilët kishin rënë betejë, ishin vrajt, shkojshin te shtëpia dhe ti informojnë se djali jot ose burri jot ose vllai jot ka rënë shahid. Edhe kur shkonte njëna prej këtyne grave, i ran derës dhe i than, oj ti gruaj, tha, dil tha jashtë të kallzojmë, tha, një haber e kemi. Tha se djali tha të ka rënë shahid. Tha pritni tha ta gjesh Amin. Shife, pritni tha ta gjesh Amin. Dhe dol të derë, tha, si tha në, ti tha djali tu ka vrajt, a tha e gurkon Shamin. Tha, më ka hub djali, se më ka hub mbarja. Shife, djali më ka hub, ama mbarja se më ka hub, nuk do thotë tash se më ka vrajt djali, unë do garendi pa Shamin të më shohet dynjaja. Shife xhemat, djali ju ka vrajt, në pikëllimin më të keq, në djegën më të madhe, e kishte gajle, do thotë mos ja shohe dikush flokët. A kemi kësaj besimtare sot që e ka gajle kur dalen në udhë, kur shkojnë punë, kur shkojnë shkollë, që mos ja shohe dikush kimën, që mos ja shohe dikush lëkurën? A fatkeqësisht trejat e sotit këtë gajle se kajnë hiç. Një numër i madh i grave muslimane këtë gajle se kajnë hiç. Hiç se ka derë pse e shet dikush të zhveshur. E në udhu bilan këtë mënyrë, Allahu Gjeleshanu nuk shlon rahmet. Përderisa ne nuk i kthefmi rrugës Zotit, përderisa gratë tona nuk e ndjekin shembulltyrën e grave të mira siç ishte Meriemja alayha salam, nana e Isës alayhi salam, e siç ishte Aisha e Fatimja, në këtë mënyrë xhamat duke i pa devijumit nuk kemi mundësi ta përmirësojmë gjendjen. Inshallah Allahu Teala na e bëjë të mundshme ne si besimtar musliman të hecim në rrugën e Zotit, rrugë e cila fundin do ta kemi inshallah Teala në xhenet, po nëse devijojmë për kësaj rruge, naudhu billah, mund përfundojmë edhe në xhenem. Zoti na ruaj. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.